e Banjskës, ku vra ai shkreti polici, heroje. Për mua është vërtet hero dhe është modeli jon se si duhet të kemi. Ai është bravo i qoftë atje, bravo i qoftë. Ai la familjen i shkreti, për vendimin tim s'duhet ta bonte atë lloj gjë, se nuk e meriton Albin Kurti apo një politikan tjetër shqiptar i Kosovës. Pak rëndësi ka, gjithmonë do ketë patriota që e duan vendin, shpirti i qoftë ndrit. E tregoj që bën nga këto operacione speciale. Pra, Kosova gëzonte ky debil Albin Kurti, morëm 75 milion euro Javelin nga Izraeli, nga dreqin i mori nga Amerika. Ndërkohë që vetëm Milorad Radojčići kishte 55 milion armatime kontraband për sulmu Kosovën. Duke u nisur nga këto lloj informacione, s'ma ha mendje mua. Trumpi duke qenë kryetari Pentagonit, duke ardhur lajmërime dhe raportime nga çdo zonë influencës ti nëpër botë, e ka marrë të zotrin, i ka bë presion, i ka thënë shikoj se tani unë të hedh edhe te Putini. Që për mua Trumpi dhe Putini janë dyshja më e madhe e historisë sot e kësaj dite, po bëjnë lojën gjeopolitike më të madhe dhe po më bindin mua të një aleancë akute midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë ndër gjitha vitet që neve na shoqëruar si luftë ftohtë, të tash kanë ngritur njëra tjetrën, simboli i Krishtit dhe Antikrishtit. Sepse po duan të sulmojnë njëra tjetrën. Ti di s'ka qenë kur luftë në historinë e botës. Si? Rusia dhe Amerika s'ka qenë kur në luftë. E di që s'ka qenë. Qindra vjet dhe përkundër kanë qenë aleancë shumë të fortë. Dhe biles të tërë armatimin e tyre kanë ngushticën e Vladivostokut, ku kanë bërë një pakt me njëri tjetrin që kur s'kemi për ta luftuar, sepse rrezja nga Vladivostoku në New York vjen më shpejt se sa shkon nga Vladivostoku në Moskë. Kështu që një buton njëri, një buton tjetri, fuqizohet Kina dhe India, kështu që s'kan interes. Që ta kuptojnë njerëzit që Rusisi duhet një Amerikë e keqe dhe Amerikës i duhet një Rusi e keqe për të mbajtur debilet që kanë kontroll, kupton, për me mbajtur urrëtin gjallë. Po tash u ka ardhur momenti të ndajë çik burrat mirë se janë janë mosh pensionit të dy ata. Foli për Ugandë, Ruand. Po japim zgjidhje edhe në Afrikë. Ishte ajo. Ndodhi. Tani, na duhet dhe fitore tjetër. Iran dhe Iranin. Na duhet dhe fitore tjetër. Na duhet Kosovë, Serbi. Tani do hyjmë çik te Kosovë, Serbi dhe Amerika, se mua pëlqen shumë si temë. Se ke parasysh është shumë e vështirë ku komunikorit e sociale ku merr etiketa idiote, antisemit, pro-rus, propagandë ruse, budalliqe të tilla. Në thelb, një nga gjërat më të mira që do kemi në sfondin që po vjen dhe që unë ndjej shumë ke narrative e Putinit dhe e Trumpit të javës fundit, raport me Serbin dhe Kosovën, është fakti që ne kemi të bëjmë me një projekt të Trumpit shumë të shpejt si ka, për shkak se do bëhet nominimi shumë shpejt për çmimin Nobel për paqe. Dhe ti e di pse duhet Trumpit tash një nominim i tillë për të justifikuar veten si arkitekti i rendit të ri bashkohor me infrastrukturë dhe luftë tregtare, por me paqe ushtarake etj. Paqe të bretë forcës që quhet ai, ku Putini dhe Trump janë ata që po luajnë gjithë lojën e botës dhe kanë nxjerrë as lojë Kinën po ta shohësh në këtë aspekt, ndërkohë që Trumpi po e fut Kinën në lojë në tryezë për të faktorizuar tryezën nga G7 në G9, që do bëj G10 shumë shpejt me Indin. Koncepti është, siç e kam kuptuar unë, është që ne kemi përballë shumë shpejt një nevojë imediate në Kosovë për të zgjidhur një problem që ka krijuar Albin Kurti. Ky pleher sipas meje, që quhet Albin Kurti, ky spion i Serbisë dhe i Sorosit, që quhet Albin Kurti. Pritet këto ti jepi avokatit s'dua unë. Njëjtën gjë, kështu ma bën ti. Kështu ma bën ti. Vetëm mua. Shumë ma bëni. E duam të gjithë. Po çfarë mendoni se unë kam frikë. Ky pleher, që quhet Albin Kurti, ky spion, ky ka bllokuar pasi një qeveri. Mendo kanë shku 40 herë në parlament që ai të mos i lejtë të ketë qeveri Kosovë. Ky pleher, që në këtë moment duhet kishte gati ekipin Kosova të marrëveshjes me Serbin, të diktuar nga Trump, ky e ka shkatarru totalisht përfaqësimin e Kosovës si vend ndërkombëtar. Ky pleher quhet Albin Kurti. Ky person në këtë moment ka 3 muaj, 4 muaj që bllokon Kosovën të ketë përfaqësim dhe po mbet dhe fondet ndërkombëtare dhe marrëveshjet ndërkombëtare, le më njohjen që s'bëhet fjalë, sepse ky është komunist dhe komunist kur e marrin pushtetin, e marrin sepse janë të zotë propagandë, po s'din me lëshu, se mbajnë më me propagandë, e mbajnë me pislëqe, siç po e mban ky tani, duke bllokuar për shkak të një gremçi që ka kushtetuta, ka një vrim të zezë aty kushtetuta në favor të serbëve, që ky po shfrytëzon që Kosova të rri pa qeveri. Dhe ky kur po e bën këtë, se trapeni pak, se ky është sabotatori më i madh që ka panë me sy Kosova dhe ka ardhur në pushtet
i krijuar nga fondacioni Soros, ky spion i serbëve, i rekrutuar në burgje serbe për të krijuar pikërisht këtë ditë që Kosova të mos ketë mundësi të jetë një faktor paqeje në sy të ndërkombëtarëve, dhe e dyta ta shmas me aftë në qeverisë, se s'ka qeveri, është i bllokuar parlamenti. Do thonë ju ka qeveri, jo, nuk ka legjitimitet firmosës kjo qeveri për një marrëveshje Serbi-Kosovë. Dhe po ta shohësh që të bëhet marrëveshja, as ky është Miloševićit, Vučići, as Albini duhet të jenë në krizë qeverisje. Ç'do të thotë? Do thotë që serbët po patën zgjedhjet parakoshme, do pritet që të marrojnë zgjedhje parakoshme, po serbët kanë të mirë që për 45 ditë të marrojnë punë, për të 60 ditë bën zgjedhje aty se merret vendimi, po u mor ky vendim i tillë. Gjoja studentët kanë kërkuar të kërcënojnë qeverinë me mosbindje civile, po nuk u shpallën zgjedhjet parakoshme. Problemi që do në Kosovë, që Albini nuk e lëshon Kosovën që ka kapur, karrigen që ka kapur, duke e delegjitimuar gjithë përfaqësimin e Kosovës. Më fal, kam fajun që shaj Albinin, kam qenë 2004 që e akuzoj që ky që them unë sot, kam 21 vjet që e bëj këtë gjë. Dhe sot është dita që vërtetohet. Akoma dhe më shumë se që është vërtetuar, që kur shpiku konfliktin serbo-shqiptar që s'ekzistonte, me targat e makinave në kufi në 31 korrik që ishin gjithë me pushime, që mos kishte kush ta ndalonte lojën. Që u bë pastaj serbët e gjithë si pretekst për të dalë nga qeverisja, për ta bërë të papërshtatshme bashkëqeverisin me shqiptarët. Për të krijuar pikërisht të konceptin e konfliktit. Albini ushqe, ata justifikohu. E gjitha një lojë e ndyrë teatrit sorosian në Kosovë. Në këtë moment Kosova është në një situatë ku amerikanët kanë gati një projekt paqe që e kanë me urgjencë. Sepse po bëhet gati nominimi Trumpit për çmim Nobel për paqe. Mendoni pak Trumpin, që vendos një fillimisht një armë pushim Izrael-Iran dhe arrin të detyroj negociatat që të mos ketë më goditje reciproke me raketa apo me aeroplane, thonë që duan dhe Khomeini edhe Netanyahu. Puna është mos me bombardu njëri tjetrin, pallafe të hajnë sa dushat, ajo fitovon, jo fitove ti. Kjo është teatri. E rëndësishme është që Trumpi të nominohet çmim Nobel për paqe, për një paqe globale. Mendo, në Afrikë këtu, linjën e mesme këtë, në Ballkan këtë që ke parasysh Trumpi po shtrenjt një mall që ka konsumuar një herë në 2020. Ai është nga ata që shet dy herë të njëjtin mall. Më kupton, ka zotësi, sepse ja prishën vazhdimin e marrëveshjes që kur sollën Albin Kurti në pushtet dhe që kur ndroi administratën Trumpi që nuk u favorizua marrëveshja Kosovë-Serbi. Ajo është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovë. Kush e ka lexuar? Po asnjë s'e ka lexuar, gjithë shajnë, pa e lexuar njëri herë. Të zgjesh sharje dhe rrena për atë nuk ka asnjë konkurrencë. Më shumë ajo se çdo gjë tjetër. Çfarë s'kan thënë coptim kufishe prallë? Zero, rrena. Ai ishte projekti Soros, nuk ishte i Trumpit. Ishte kundërta e Trumpit. Dhe Trumpi nuk ka pas asnjë projekt për coptim kufish Kosovë. Dhe është përdorur fjalët e një zagari sorosian si John Bolton, i cili u pushu nga puna, nga Trumpi. Dhe fjalët e tija ja vendosin Trumpit, që s'kishin lidhje në botë. Dhe Trumpi tha, marrëveshje, dhe keni marrëveshje, futu në internet, lexoni pikat e marrëveshjes. Ku ka aty coptim kufish? Përkundër ka shumë pare për të ndërtuar një port në Shëngjin, një suprekurudh që kalon Kosovë, Beograd, dhe një port ndërkombëtar që konkuron portin e Selanikut e tjerë në një terren të ri, që është zona e Shëngjinit, një zonë tipike e pashfrytzuar, një zonë tipike me hapësirë pafund dhe që s'ka nevojë të shkatrosh shtëpiat e shqiptarëve, siç bëhet kudo në investimet që bëjnë këta në portin e Durrësit dhe këto tjerat që grabisin pronat e shqiptarëve. Do ishte para amerikane që do ishte gjithmonë kaq e fuqishme në imazh dhe reputacion si do ishte amerikane. Do të thonë një port amerikan nuk e ludot lojën kushdo me portin amerikan. S'është amerikane. Pra, ky ishte projekti i Trumpit, po, as do flasim. Kemi javë të vazhdim dhe Trumpit mund të dështoj marrëveshja vetëm për fakt se s'ka qeveri Kosova. Po mund ndodhi. Se s'do ketë kush të paraqitet në kuptimin që të ketë legjitimitet, se mund të ngrihet problemi i legjitimitetit marrëveshje. Të paktën kanë presidente që mund të afirmojnë se presidenti po atë Kosova ka një sistem që duhet edhe kryetari i parlamentit, edhe presidenti, edhe kryeministri të jenë në linjë, por sidomos kryeministri për të firmosur. Kjo ishte. Nuk u lodhe duke e shpjeguar? Po. Nuk u lodhe. Futu dhe ti. Shumë bukur. Shumë bukur. Juve, të dashur pacient.